Në kohë do ndalemi në këto momente të një lajmi minutës së fundit, do lidhemi me korespondentin e Report Televizion në Lezhë, pasi ka të reja, ka ardhur një anije italiane me 15 emigrantë të palishëm në Itali, të cilëve ju është refuzuar azili, kanë ardhur në kampin e Gjadrit. Më shumë detaje kemi Elvis Hilën drejt për së drejti. Elvis, të përshëndes linja me njerë për ty, cilat janë detajet më të fundit që ti ka arritur të zbulosh në lidhje me këtë ardhje të re të emigrantëve nga Italia. Ju përshëndes nga Shëngjini Arbër, në fakt që thatë edhe ju një tjetër anije me emigrantë të cilëve ju është refuzuar azili në Itali, kam vritur ditën e sotme në portin e Shëngjinit, konkretisht pak minuta më parë është ankuruar në port dhe emigrantët po zbresin nga anija rojës brigjetare italiane e cila i solli pikërisht në Shëngjin, ku fillimisht do t'ju nënshtrohen procedurave në qendrën pritese të Shëngjinit dhe më pas do të transportohen drejt kampit të Gjadrit, atje ku do të qëndrojnë pra në pritje të procedurave të tjera, ku duke ju referuar dekretit të ri të qeverisë Meloni mund të qëndrojnë pra në kampin e Gjadrit deri në 18 muaj, deri në riaddhësimin e tyre në vendet e origjinës. Ndërkohë që duhet theksuar fakti se edhe ky operacion i katërt është zhvilluar në masa të rrepta sigurie, ka forcat të sigurisë italiane, por edhe të policisë shqiptare, ndërkohë që është parashikuar që brenda mbrëmjes së sotme migrantët transportohen drejt kampit të Gjadrit për të bashkuar kontingjentit tjetër të cilët kanë ardhur më parë pikërisht duke ju referuar edhe kësaj marrëveshje mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët, por edhe dekretit të ri të qeverisë Meloni, e cila ndryshoi destinacionin e këtyre qendrave të ngritura pikërisht në Shëngjin edhe Gjadër, duke sjellë tashmë emigrantë të cilëve ju është refuzuar pikërisht azili në shtetin italian dhe po sillen pra në Shqipëri për t'ju nënshtruar atyre procedurat të cilat janë të përcaktuara me këtë dekret. Ndërkohë që aktualisht që ne flasim, që përmenda edhe pak më sipër, anija ka zbarkuar dhe është ankuruar në portin e Shëngjinit dhe po ju nënshtrohen procedurave pikërisht në qendrën pritëse, ka prani të forcave policore të Shqipërisë dhe Italisë, por edhe punonësve të tjerë të cilët janë angazhuar për kryen këtij operacioni dhe më pas duke u shoqëruar nga policia, emigrantët do të dërgohen me autobus drejt kampit të Gjadrit, pra ku do të qëndrojnë aty më gjatë në pritje të procedurave për t'i riaddhësuar pikërisht në vendet e tyre të origjinës. Në kohë Elvis, numri total aktualisht sa është në kampin e Gjadrës, nëse kemi një shifër të tillë? Nuk kemi një shifër të saktë, por paktën sipas informacioneve, duke ju referuar 4 ardhjeve të cilat kanë ardhur në bazë të këtij dekreti të qeverisë Meloni, pra dekreti të ri, janë mbi 100 emigrantë të cilët janë sjellë në Shqipëri, ndërkohë që aktualisht në kampin e Gjadrit nga informacionet jo zyrtare mund të jenë rreth 30 persona të cilët janë në pritje të procedurave për të riaddhësuar në vendet e tyre të origjinës, ndërkohë që ndryshe nga kontingjenti i parë të cilët sollën probleme brenda kësaj strukture pikërisht në Gjadër, duke kryer edhe veprime të dhunshme, tashmë situata atje paraqitet më qetë falë dhe angazhimit të strukturave të cilat kanë rritur nivelin e sigurisë dhe nuk ka patur më incidentet, pak nga informacionet që ne kemi arritur të sigurojmë gjatë kohëve të fundit, kanë qenë vetëm kontingjenti i parë të cilët mbërriten pikërisht në këtë kamp, të cilët u shfaqen veprime të dhunshme, disa prej tyre pësuan edhe fraktura dhe u desh të mjekohen në spitalin rajonal të Lezhës, por me angazhimin dhe me rivendjen në funksion pra të gjitha strukturave, tashmë incidentet të kësaj natyre nuk janë regjistruar më, ndërkohë që vigjilenca autoriteteve italiane është maksimale brenda kampit të Gjadrit për të shmangur problematika të tilla, po ashtu policia shqiptare vijon që të jetë në dispozicion pra dhe në shërbim për gjatë 24 orëve në ambientet të jashtme të kampit të Gjadrit, pasi atje është përqendruar edhe vëmendja më e madhe, duke qenë se pikërisht se këto emigrantë qëndrojnë edhe më gjatë. Mirë Elvis, të falenderoj për gjithë detajet që përcollen në studio, tani është momenti për të kaluar në një hapësirë me reklama, qëndrojnë me ne, rikthehemi vetëm pas pak do flasim për ekonominë.